Kujdes nga thashe themet, këto janë 3 shenjat më të pafata të horoskopit për javën e parë të korrikut. Luani. Java e parë e korrikut nis me kurthe emocionale. Periudha e kaluar ka sjellë zhvillime të lodhshme në jetën tuaj të përditshme dhe problemet shëndetësore ose profesionale ju kanë lodhur tejmase. Hëna e plot në britsjap zbulon veprime prapas skenave në vendin e punës ose një lodhje që kufizohet me raskapitje mendore. Kini kujdes nga tensionet me kolegët, lodhja e tepërt dhe raskapitja fizike. Dhe shmangni kontrollin e të tjerëve përmes qëndrimeve agresive. Ujori. Korriku ju gjen në një pozicion të vështirë, me kërkesa të shtuara për marrëdhënie dhe presione nga partneritetet ose detyrimet familjare. Ndiheni sikur dikush po ju keq kupton ose po ju shënjestron pa asnjë arsye. Ky nuk është momenti për të sqaruar ose për të nxjerrë përfundime, sepse thjesht nuk i keni ende të gjitha informacionet. Hyrja e Venusit në Lua nga 5 korriku sjell zhvillime dramatike në jetën tuaj personale dhe emocionet tuaja, të cilat ndonjëherë ju ngacmojnë dhe ndonjëherë ju vënë në mbrojtje. Kini kujdes nga keqkuptimet, sjelljet e ftohta dhe distancimi emocional dhe shmangni nevojën për të mbyllur në vetvete ose për të treguar indiferencë. Ndiheni sikur dikush po ju fsheh gjëra ose po flet për ju pas shpine. Mund të mësoni për thashetheme, të dëgjoni fjalë që ju shqetësojnë ose të ndiheni të tradhtuar nga njerëz të cilëve u besoni. Hëna e plot në britsjap sjell zbulime përmes një bisede, një emaili ose një informacioni që shfaqet papritur dhe ju ndryshon humorin. Kujdesuni për mënyrën se si flisni, çdo fjalë ka rëndësi. Kini kujdes nga thashethemet, keqinterpretime dhe reagimet e gabuara dhe shmangni kurthin e hakmarrjes ose dëshirën për kontroll të plot të situatës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.